se ne s'mund të ecim kërkon. A pajtoni me vetëvendosjen apo jo kur thotë që situata në veri është më e mirë se çka ka qenë ndonjëherë tjetër, madje që nga çlirimi i Kosovës? Unë nuk e di ç'ish është, por unë nuk i kam pa, më thonë, më shkon vedi, që ku e kive këtë Graçanicën, a për gjonë na e flamur të Kosovës, kënë pej në përshtylla, pej fillimit e dhe në fund Graçanicë. A gjenë flamurat Kosovës, me zorë, më është mi bajt me roja ati. është një përplasje në këto raporte, po nuk vrahet kërkosh për atë punë. Tani unë ju kam thonë që në Zvicër, për shumë, unë kam jetu në Zvicër, me shkullë në Gjermani, janë do oaza kopshteve me shtëpizat vogla ku njerëzit i marrin me qera. Gjithë kush e qëtë flamujnë e vetë, kur nuk shkon në Zvicër, mi thonë, ose qëtë një flamujnë e jo, se këto e Zvicër. Qëtë e sa të dush, apo den, qëtë e dënë qatë flamurë, dhe do të jemi ma liberal në këtë drejtim. Por, flamujnë edhe na për qesim flamujnë shqiptarë, do të me ditë që në një institucione do të me qenë flamuri i Kosovës. Tani, do të me regullu me legje dhe këtë përdorimin e flamujve të tjerë për festa, për ato që duhet. Edhe na përpiqemi ka herë me vendos për inat të tjerëve, ose mi u të regu që jemi shqiptarë dhe kjo flamuri i Kosovës nuk po na plotëson tamam sa duhet nevojat tona shpirtërore që i kemi. Sepse jemi të lidhun 100 vjet me qatë flamur. Ose, po them, 500 vjet për kohë Skënderbeu, njëti flamur është. Nuk mund është i mi u thonë shqiptarëve, mëse qitë flamurin tanë. Në kanë leju atëherë edhe në kohën e Jugoslavisë, pe gjarë të se kemi pas flamurin e shqiptare, kemi përdor, herë yllin e vogël, herë yllin e madh, po e kemi përdor në dasme, kemi përdor për festa, është vendos në për shtylla, kur ka pas festa, qoftë kombëtare, po qoftë festa që kanë qenë këtu. Po, të atëhershme. Me ardhin e kryetarëve të komunave nga lista serbe, a po ndryshon veriu, apo jo zoti Halit? Po shiko, tani kryetarët që kanë ardhur, ata kanë marrë qatë vendimin me u tërhjek nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Dhe me thonë, mesazhi është i qartë. Ha prapa? Po, krejt ajo zhurma që e ke ba, që e ke ndryshu atje veriun, ka ra poshtë. Më thonë, është e barabart me rrena. Policia funksionon atje. Por, ishim vendosur edhe masa. Policia lufton krimin. Nuk lufton, nuk o polici politike e mi ndalu atyne me majtë mbledhje, me hynë komunë, se ata janë zjedhë. Edhe tash, unë nuk jam e sigur që ka me ndohë, por si pas dhonave edhe projekteve cilat i kam dëgju nga njerës që din, paka shumë që pa ndohë, ata kanë dërmen me bo hapin tjetër, me i këthy krejt ata që kanë qenë të punësum në administratë dhe që janë tërjek prej punës, me i këthy prapë në punë, që do të ishte një vendim i papranueshëm për ligjet e Kosovës. A duhet lejohet kjo apo jo? Po qa me bo? Ta shtin pyetja që ka me bo. Kosova ka institucione. Qysh? Ka institucione. Me mirë, po institucione, po kjo është çështje politike. Çështje politike. Ma mund është me rënë desh me qëndrimet e BE-s, me qëndrimet e SBA-s, me qëndrimet e Britanisë Madhe. A mund është me provoku me veprimet tua protesta dhe veprimet dhunshme në veri. A mund është me provoku situata kur që i sulmun edhe forcat e NATO-s. Këtë të duhet mu marë parasysh edhe pastaj me marë vendimin, me vendos qëfar me bo. Kërqë është, unë nuk e dija, a do të ndodhë kjo, a nuk ndodhë, nështë legjërisht s'ka drejt, nuk kanë drejt me këthy ligjërisht. Ata do duhe me bo ankesa, ose si që janë ligji punës, a që ka këtu në ajo gjukata që merët me ta që kërkojnë drejtat e veta për
që i qesin prej pune për adhjone. Po, vërtet ata kanë me provoku, veçanërisht kanë me provoku këto politikat e vetëvendosjes. Ndërkohë, a e shini si lajm pozitiv heqjen e masave, paralajmërimin për heqjen e masave